Na ishte njëherë një larvë, e cila po kthehej në një flutur, teksa ishte mbështjellë tek kokoni i saj, ishte hapur pak dhe po mundohej që të dilte. Një zotëri kalon aty dhe e shikon që ajo flutura tashmë e re po mundohet të dalë nga mbështjellësja e saj. Edhe i erdhi keq për të dhe u mundua që ta ndihmoj atë. Edhe hapi mbështjellësen edhe e nxori fluturën. Mirë po flutura pa që nuk po fluturonte, edhe pse po mundohej të dilte jashtë. Flutura ndonjë në vend kur e nxori ky personi. Çfarë ndodhi është që mbështjellësja ka një funksion të rëndësishëm për atë flutur, apo për çdo flutur. Është që të ushtroj më shumë presion, që të lëvizi trupin, flatrat, flutura, dhe edhe të qarkulloj gjaku që të forcohet më shumë sistemi, trupi i saj. Po duke qenë se ai e prishi mbështjellësen, flutura po rinte në vend edhe nuk po fluturonte. Pse sjell këtë histori dhe këtë analogji? Shpesh herë shikojmë që duam të ndihmojmë njerëzit për një situatë, për një vështirësi, dhe sidomos edhe kur nuk na e kërkojnë atë ndihmë. Mi po shpesh herë duke munduar që të ndihmosh, ti thjesht sa e përkeqëson atë gjë. Po njësoj si flutura që nuk fluturoi më, sepse nuk e la të kryonte procesin e saj të fortësimit. Kështu që nëse njerëzit kanë një vështirësi, nëse njerëzit kanë një dhimbje, nëse njerëzit kanë një hall, duke lidhur me artin e të jetuarit. Dhe një nga gjërat bazike për artin e të jetuarit është që të marrësh çfarëdo gjë negative, ti marrësh të mirat edhe të nxjerrësh një rezultat të mirë, konkluzion të mirë dhe të vazhdosh përpara me atë njohuri të re. Nuk është gjë më e mirë ti heqim hallet njerëzve, sepse ato mësojnë, ato i rrisin, ato i forcojnë. Arti i të jetuarit bazohet te të marrësh të mirat nga situatat, edhe të krijosh të mira nga ajo situatë. Kështu që nëse dikush ndonjëherë ka vështirësi, ndonjëherë është mirë ta lëm që të kalojë atë vështirësi, edhe personi të rritet me veten e tij, të mësojë më tepër edhe të forcohet. Plus, janë të gjitha për forcimin, kështu që a ekziston gjë e keqe? Varet se si e ke ti besimin tënd dhe percepcionin tënd. Ditë të mbar, të diel të mbar. Kënaqësi që ju pash juve që ishit këtu. Ju përshëndes.